leximi i biografive ose autobiografive është një ose motiv kujtimeve. veti. Edhe i kujtimeve. Është një farë motivi në veti. Për shembull, e kam lexuar një libër, kështu biografi u kon, edhe tregoj ke në atë libër e kam kuptu e kom pa se sa është në gjendje një femër me duru për një kauzë vetë, për një qëllim vetë. Se tregoj ke torturimet që ju kanë bu, veç për një deklaratë me ndërru një qëllim vetë. Torturimet që ju kanë bu e këta këto gjana edhe s'ka ik do. Do mund torturimet që nështë një mashkull nuk kish mujt, ose shumë meshkuj në ndërkohë nuk i kanë rezistuar të me torturime, ajo i ka rezistu, i ka bo balla edhe e ka qitë kauzën e vendë. Edhe tash bota e njeh ato, e njeh atë kauzën, njeh këto këto gjana. Kështu që për një men, në për libra, në për biografi, autobiografi, kujtime, këta këto gjana mujt më me gjujt story, tregime që për një men në mahnisin, po edhe në motivu. Një model shumë të mirë për këtë çështje ma kujtove Mosin e Kokolarin, e kemi një model shumë të mirë të shqiptarët, edhe për një gru se çka kam rri me bo edhe çu kam rri me çu përpara kauzën e vet, me kret ato vujtjet, me kret ato sakrifizet, kam rri që na sot me njoft kauzën e Mosinës, edhe pse ka qenë me një sistem këtë ndryshe, qasja sajnë ka depërtu deri sot e na.